Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë shumë të bukur, të mbar, të përjetuar me shpirt edhe plot shëndet. Natyrisht mëngjeset këtu në studion tonë janë gjithmonë intensive, entuziaste, me pritjen e miqve të ftuarve, por të gjitha kulmojnë në atë çfarë ne do të themi në përmbajtjen e një bisede që vjen. Unë do thoja që një libër për fëmijë është gjithmonë një dritare ku ata mund të nxjerrin kryet plot kurreshtje për të parë shumë çka. Një libër për fëmijë është një mundësi të udhëtosh me imagjinatën e tyre duke i parë ata si aktor në situata të ndryshme. Po një libër për fëmijë është një dashuri vete. Këtë po mendoja kur në dorë më erdhi ky libër dhe lexova me një frym, titullohet Në zemër të qytetit të vjetër të autores Sabrina Kuçi. Në fakt është një libër që gërshëton magjin me realen, që të merr përdore dhe të vendosë në një raport mes hershmes dhe aktuales, në një dialog mes brezash dhe të fut në komoditetin e atij komunikimi etik që brezi më i rritur komunikon me të vegjël. Diçka shumë e bukur që shpeshherë e ndjejmë se duhet ta kemi dhe patjetër që duhet të jetë. Pikërisht këto ndërthurje e bëjnë librin shumë interesant sepse ai udhton në destinacione të veçanta të qytetit dhe të shtyn në një dialog personazhesh të njohur dhe të panjohur. Siç duket, autoria Sabrina Kuçi ka vendosur të vëri një firmë në letërsinë për fëmijë edhe pse ky është libri i saj i parë. Ajo është e ftuara ime këtij mëngjesi. Mirëmëngjes Sabrina, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Merita, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi shumë sepse për te qenies tënde shumë elegante, që më dukesh si një vajzë, edhe kështu si një vajzë e re, dhe kështu e reje, vinë edhe fëmijët tuaj, 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, të cilët më duket sikur i shoh në këtë kopertinë libri. E drejt, sepse kopertina e librit është një ilustrim bazuar mbi figurat apo imazhet reale të fëmijëve të mi. Do t'i shohim pas pak, nuk do t'i lëm imagjinar, por do thosha që në profesioni yt është diçka tjetër dhe ti në një ditë e gjete veten duke shkruar. Natyrisht një nën, një gruare, një njeri që ka hapa dhe ritëm jetë mund të bëj çdo gjë, por të mirë dhe të vlefshme, por të shkruash e kishe menduar ndonjëherë? Të shkruaj për fëmijë nuk e kisha menduar ndonjëherë, me të thënë drejtën. Në gjimnaz kam pas përpjekjet e mia të para, ashtu si çdo adoleshent do kisha thënë, për me shkruaj poezi, hartimet kanë qenë një prej pikave të mia të forta. Në ata diskutimet me shoqet e gjimnazit tentoshim me shkru histori, qoftë nga jeta reale apo imagjinat, por që të mrisha deri në këtë nivel sa të botosha një libër për fëmijë, ja, nuk e kisha imagjinuar. Këtë ngacmim të dha patjetër një dashuri e madhe, një përkushtim i veçantë apo jo? Absolutisht po. Jo vetëm dashuri, po një lloj përjetimi të ndryshe edhe një mënyrë të pamënit të ndryshe të jetës, që nga momenti që jam bë prind. Çdo pyetje e tyne është një botë që ty të hapet edhe që kërkon jo vetëm me ja shpjegu atyne, po ti kërkon që me mësu më shumë që me mujt edhe me reflektu. Është një marrëdhënie e jashtëzakonshme. Është drejt. Mendoj se fëmijët tuaj janë frymëzime pafund. Kështu që ti nesër pas nesër mund të shkruash edhe një libër me lojra të ndryshme, fjalësh apo
Marrëdhënie është fjalë kryqësh të ndryshme, të cilët ata patjetër, dhe kjo është të trokasësh në botën e fëmijëve, të jesh aty pranë tyre, kush më mirë se një nan, një mami mund ta bëj këtë. Ka një botë shumë të pasur, shumë kreative, që duhet shumë pak për me ngacmu imagjinatën. Edhe merr shumë feedback për ty në mbrapa. Prej sa kohësh je nan? Prej 8 vitesh. Serena, personazhi i librit, janë real. Janë real, edhe emrat janë real, ashtu siç janë përpjekje edhe imazhet për me integrua ashtu siç janë në jetën reale. Serena është një vajzë 7 vjeçë e gjysmë, se kështu i pëlqen me i thënë vetit, ndërsa Riani një djalë 5 vjeç. Dhe e kanë gjetur veten. Do të pyes më vonë se si e kanë ndier ato, por akoma jemi tek ai ngacmimi. Ndërkohë që ti nuk realizove diçka fantastike me udhëtimin në Han. Jo, ti ule me kanë në tokë, në këtë tokë që quhet Shkodër. Po, e drejtë, sepse puna jeme e përditshme është tek monumentet e kulturës. Ju jeni arkitekte? Jam arkitekte, po. Pra Drejtërisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër. Dhe fokusi janë realisht monumentet. Dhe sfundoja për këtë libër nisi pikërisht nga dëshira që këto monumente me ja prezantu s'pari fëmijëve të mi. Unë përpiqem që gjatë atyne masditeve apo ditëve të pushimit bashkë me bashkëshortin apo dhe familjen të bëjmë udhëtime të vogla dhe shumë shpesh i marr fëmijët dhe shëtisim në për Shkodër, qoftë në kam, qoftë në biçikletë, për me i pa aq sa kena mundësi me i pa disa nga monumentet apo si disa nga pikat më të rëndësishme në qytetit. Dhe pikërisht nga këto udhëtime nisi edhe ideja e librit. E pra, ke zgjedhur disa destinacione, si e bare këtë përzgjedhje? Mendoj se janë një nga destinacionet që secili fëmijë i ka vizitu ose të paktën duhet me i vizitu. Janë objekte të cilat na përfaqësojnë kudo, ka të tjera shumë të rëndësishme, por mendoj se këto kanë një impakt tek fëmijët dhe mendoj që secili nga ata objekte që unë kam përmend ka realisht një histori për me arrëfy fëmijëve. E ndjen se pikërisht kjo mënyrë është edhe një mënyrë shumë edukuese dhe nevojshme për ato që rriten, edhe ato që janë adoleshent, për shembull, që her pas here pyesin për disa gjana që ne çuditemi si mund të pyesin. E drejt, e kam marrë edhe këtë si po thojmë opinion pozitiv për librin. Nuk ka kanë qëllimi jem që me kanë një libër edukativ, me gjithë dëshirën e mirë, ka kanë më shumë një libër për fëmijë, më shumë për me nxit aty në botën që përtej asaj që ata shohin në kompjuter apo në diskutime që ata bëjnë, ka një qytet që munden me eksplorua dhe munden shumë çka me gjetë ky qytet. Ishte mbrëmje, mëngjes, mesditë, pasdite, ai moment që i more të shkruaja. Me dorë apo në kompjuter? Në fakt, unë jam pak stili vjetër, më pëlqen me shkruaj me dorë. Ja, të gjithë e kanë me dorë. Nuk arri me shkruaj në kompjuter atë që mund të shkruaj, të hub filli i mendimit gjatë shkrimeve në kompjuter. Kështu që bazën patjetër që e kam hedhur. Ishte një natë e vonë. Po, të pas parasysh që jam një non e vetmi orar që mund të kem pak më lirshëm është darka. Dhe çfarë impakti të dhanë rrjeshtat dhe faqet e para të librit? E kam filluar si një gjë krejt të thjeshtë dhe të vogël që mundet me qëndru për fëmijët e mi, për fëmijët e shoqeve. Dhe jam përpjek që me përdor një gjuhë sa më të thjeshtë, sa më të kuptueshme, një ashtu siç komunikoj edhe në përditshmëri me fëmijët. Pastaj vjen rrugës, vjen me diskutime. Ke përdorur shpeshherë edhe gjithmonë trillin artistik, i cili natyrisht e bën atë një vepër letrare dhe fut në një tis imagjinar dhe
fantastik botën e fëmijëve. Ata kanë një hartë të vjetër e cila ndriçohet, dhe kur ndriçohet ajo duket sikur merr jetë dhe ata komunikojnë me të. Ky është ai çelës që vërtet të rënqet paksa, teksti që e flas, në fakt ajo nuk është thjesht një shkop magjik që e bën atë si një prall. Jo. Ai është përfshirja e fëmijëve për të bërë personazhe, për të qenë aty jo më si Serena dhe Riani i një mëngjesi real, por si personazh i një historie që përjetohet. Arsyeja pse unë kam shku tek harta kujtesës është se unë mendoj, ndoshta kjo vjen edhe nga profesioni, që harta të jep shumë drejtime, nga harta të mëson shumë. Ndërsa të zanënit e një magjis specifikisht për hartën është mënyra se si ne në veçlinë tonë i kena trajtu gjanat. Pra për ne e magjishme aja ka kenë. Ndoshta të lexuar një libër dikur, për ne na ka futur në një botë magjike. Si ka qenë ajo fëmijëri që aty të frymëzon vazhdimisht? Për mua ka qenë shumë e bukur. Rritur në një familje që dashnia dhe respekti kundrejt njëri tjetrit nuk na ka munguar asnjëherë. Pa dyshim që kena pas mundësinë me shëtit, me pa, atë që unë sot e shoh pak në mungesë në fëmijët e sotit. Po ti e ke përfshi në faqet e këtij libri atëherë kur gjyshja gatuan mëngjesin, kur fëmijët miklohen nga era e ngrohtë e ushqimit, kur gjyshi i merr me shumë amëlsi dhe i plotson ato dëshira shumë të bukura që ata kanë, jo teka. Në fakt kjo sot është edhe reale në shtëpinë tonë. Mama jeme gatun shumë prej ushqimeve tradicionale. Baba jeme shoqëron fëmijët pothuajse për ditë në shkollë. Pra çdo histori atë nuk është thjesht një fantazi apo një dëshirë jeme për me shkru. Kanë realisht momente që fëmijët i kanë kalu. Udhëtimi në teatr apo prralla e teatrit. Realisht ne shohim shfaqje her pas here që organizohen për fëmijët e kësaj moshe. Apo legjenda e Rozafës. Pra janë gjëra që ne në përditshmëri i kena fol, i kena prek. Dhe unë thjesht kam gjetë rrugën për me i shkru dhe me kenë sa më afër me fëmijët. Po mirë, libri vazhdoi të shkruhej. Të zgjati shumë kohë? Pothuajse një vit. Doan ka qenë fillimi i këtij viti që jena, kur unë pata dëshiren edhe strukturova se si kisha unë mendimin për me kenë prallat. Ndërkohë që gjatë këtij procesi ishe paksa diskrete, nuk dëshiroje ta komunikoje atë çfarë po bëje, apo përkundrazi po diskutoje me të tjerët, si thoni, si u duket, hap pas hapi. Në fakt e kam diskutu. E kam diskutu me rrethin tem të ngushtë, jo për me kanë diskrete, por isha hala në fillimet e mendimeve të mia. Atë ku luhaten hapat. Nëse është një ide e mirë, pa diskutimet e para, po them, nëse është një ide e mirë, nëse mund të pëlqehet, nëse unë mund të arri me shkru aq bukur sa për me mri deri te fëmijët. Sa bukur e ke shkru. Dhe pastaj ka kanë diskutimi edhe për gjatë prallave, se cilën nga prallë që e kam shkru, ja kam dhënë miqve, mikeshave, gjyshit për me lexu. Gjyshi është personazh. Kështu që në çdo hallk jam përpjek që me marrë dhe mendimin e një të tretit. Ku ke gjetë më shumë mbështetje në këtë rrugtim deri në daljen e librit? Besoj se të tanë kanë aktorë që kanë pas një rol këtë. Nuk munda me veçu njërin më shumë apo tjetrin më pak. Mendoj që e kanë përqafu të tanë me po të njëjtën dashuri dhe pasion me të cilën unë ja kam ndasë ide. Është shumë gjë e bukur. Përpara se të botoje, ja lexove fëmijëve tuaj?
Patjetër. Riani është pak I vogël, me thënë të drejtën. Ja ti shohim në foto paksa se disa herë po përmenden Serena, Riani, ato janë personazhe real, ja të dy ku janë. Dhe këtu ka marrë pak edhe spunto edhe kopertina e librit, postura e ty në imazhe. Fëmijë të mrekullueshëm, të gëzuar dhe është shumë e rëndësishme të jenë të çlirë, të gëzuar, të rriten me këtë atmosferë. Kemi edhe foto të tjera. Pikërisht këtu kanë një prej aktiviteteve që ata realizojnë sepse këtu ka një teatr kuklash. Dhe destinacioni teatri është me ta. Jo këtu, është realisht në teatrin Mirgjeni, është aty ku është edhe përshkru shfaqja, ndërsa këto janë tek Lolishta, tek Shatrivani, ku kanë ardhë trupa e aktorëve për me dhanë një shfaqje për fotoja tjetër, regjia? Ky vogli I mamit dhe I babit. Është me librin në dorë, me këtë... Patjetër, se klami më I mirë që mund t'i basha librin. Po një fëmijë I tillë natyrisht është një artist I madh, patjetër, siç janë gjeni të gjithë fëmijët, të gjithë fëmijët janë shumë. Kemi edhe një foto tjetër që është Serena, po, të lutem regjia, sepse ajo do na thoj po mua vetëm, pse s'më keni nxjerr. Ja, këto është në promovimin e librit. Po. Po do ndalemi tek promovimi sepse aty shoh disa personazhe shumë të nderuar të qytetit, ndaj do t'i lëm një vend të veçantë gjatë për me I dhan pak edhe vlerë puc që ata kanë bërë. Natyrisht. Ata e përqafuan me njëherë subjektin e librit, sepse ai është edhe ndarë në 10 kapituj, por pas hapit nuk e lexova më njëherë të gjithën. Apo e lexuan vetë? Jo, Serena ka lexu vetë, madje ja ka lexu edhe vlla, se tashmë ajo është në klasën e dytë dhe bazën për me lexu. Edhe madje më ka ndihmuar edhe në unë po e quaj redaktim për as sa mundem unë për me bërë, redaktimin e ka ba Senada Dela I Devoshi, që e falenderoj. Një personalitet që mund të përmendet me shumë nderim dhe ndjeshmëri. Po? Por të kthej një herë te Serena ndërkohë që unë po tentosha për me shkru dokumentin në kompjuter, më ndiqte, më korrigjote, po mam, kjo ndoshta fjala nuk shkruhet kështu. Por që ka kanë një protagoniste do kisha thënë, e tonë procesit të shkrimit të librit. Si ndjeshin ata në përshkrimin e vetvetes në libër? Si e shihnin ata? Po diskutim që është bërë qefi, dhe që kanë marrë një emocion të veçantë, sepse nuk ndodh shpesh që ata me kanë personazhet e një libri. Absolutisht. Por Serena është ajo që e shpreh më shumë, ndoshta edhe për moshën, ndoshta edhe se është vajzë dhe ka mënyrën pak më ekspresive të shprehunit. Libri ka një strukturë shumë të bukur, të ndarë në 10 kapituj, ku secili kapitull flet për një marrëdhënie të veçantë të lexuesit me librin dhe me realitetin që jeton. Albumi I vogël I kujtimeve fillon një kapitull ku këtu është fotoja ime këtu, një kujtim I shkurtër dhe një vizatim I imi, që do të thotë ky libër nuk është bërë të rri pa prekur, përkundrazi të vizatohet, të përdoret, të kesh një marrëdhënie shumë të bukur, gjë që e bën atë të dashur edhe kur ata të bëhen madhor. Sepse është një kujtim, është si një album. Qoftë edhe një vizë jashtë kornizave, është një perlë e vendosur aty, qoftë edhe një rrudhitje e faqeve përsëri të kujton diçka, apo jo? Po, unë e kam strukturuar në mënyrë të tillë, edhe për faktin se është një libër për fëmijë, dhe ata për qëndrimin nuk e kanë shumë të madh, nuk kanë një dëshirë me lexuar shumë faqe. Prandaj edhe prallat janë përpjek me pas të shkurta, koncize, ndoshta pa shumë përdorim të elementeve letrare, por në thelb
në thelb kam arrit me dhënë idenë time. Dhe përgjatë një prallet ata kanë mundësi me i vizatu disa nga skicat e monumenteve. Pra, apo në fond si që përshkruat edhe jo, për me lanë një kujtim, një vizit që ata kanë ba me prindrit, me gjyshin, me shkollën, por që nesër mas nesërit është si një album që ata e kanë për fëminin, për kujtimet, për shoqërinë. Madje keni pajisur edhe me një fjalor të vogël, por që është i nevojshëm shpesh herë për të mësuar disa terma, disa këtu e hapa për shembull mburoja, janë disa fjalë mantela, jahonte, etj. Janë disa fjalë që ndoshta përmes leximeve që i kanë bërë Serencë dhe Rianit dhe kërkoshin shpjegime për disa fjalë. Por testi i kontrollit të librit ka kaluar në një filtr. E ka kaluar në një filtr, po. Apo disa fjalë të cilat janë për mu teknike, por që për fëmijët mund të jenë pak më të vështira, jam përpjek për me bën një sqarim. Gjithmonë brenda kontureve sepse jam referu fjalorit. Por e kam pat arsyeshme për me vendos pikërisht që fëmijët ndoshta me kriju edhe një lloj edukatet që ekziston edhe një libër që i quhet Fjalori i gjuhës shqipe dhe që jo mund t'i drejtoheni. Nuk mund të ketë libër që nuk është edukativ, sidomos për fëmijët. Kështu që ky libër mendoj është një shembull i kësaj cilësie kaq të vyer, e cila patjetër fëmijëve ju nevojitet, të gjithë njerëzve padyshim. Unë do të dëshiroja që kur e kam në dorë këtë libër, mendoj natyrisht për brendësinë, për atë frymëzim, për atë çfarë thuhet, për subjektet, për atë që e konturon, por edhe për realizimin. Natyrisht i ketë pas disa bashkëpunëtor për ta realizuar si libër. Po. Sparit është për të falenderuar për punën e saj të palollshme, Senada Delaj Demushit. Sepse ajo ka arrit mi lexu sytë e mi. Dhe thënë qysh në momentin këto fjalë janë shumë vlerësuese. Qysh në momentin e parë që ja kam prezantu idenë, ala po i tregu draftin që kisha shkru, Senada më ka dhënë një suport shumë të madh. Ja, ku e kemi Senadën, kalojmë tek fotot, regjia, aty tek paneli i patjetër, nuk mund të me mu. Aty nuk mund të mungoj Senada, Serena, por edhe shkrimtari Xhahid Bushati. Po, e drejt. Si bashku me publikun e tjerë. Patjetër. Dhe Senada ja dhe profesor Zia Vuka, të cilët morën pjesë në promovimin e librit. Në promovimin, po. Po pamrit të promovimi, po gjej rastin këto, për me falenderu i vetëm Senadën për suportin, Senadën për redaktimin e librit. I ka ba një parathanie fantastike. Të jashtëzakonshme, pa shumë. Po Senadës i ka pëlqyer shumë ideja. Dhe më ka dhënë një emocion shumë pozitiv të bashkëpunimit me Senadën. I ka dhënë magjinë e saj, estetiken e saj librit, sepse e ka redaktu, por edhe na ka dhënë një pozitivitet dhe një dashuri shumë të madhe gjatë moderimit të promovimit. Është artiste. Ka një energji që të banë për vete. E plot të fjalës. Pastaj zoti Xhahid me përshkrimin që i ka bërë librit, ishte, me thonë që shia për mirëtor është pak. Unë jam emocionu pa fund me fjallë që ka thonë, besoj se e thonën për i ti për mu vlen shumë. Të vlen edhe si përgjegjësi. Absolutisht që me vend para përgjegjësis, nëse do du me shkruaj një libër të dytë nesër. Por që unë e kam marrë si një vlerësim të një punet që
kam ba përmarrje deri te libri. Dhe të një idejet për me afru brezin e ri me trashëgimin kulturore, me afru brezin e ri me leximin, me librin, me çdo gjë fëminore të tyne. Shumë gjë e bukur. Është një piksynim i bukur, po edhe i arritshëm. Mirë, si ke menduar që libri të shkojë? Kjo nuk është promocion, kjo është ndjeshmëri në marrëdhënien me lexuesin. Sepse fëmijët janë të moshave të ndryshme, edhe parashkollor, edhe të ciklit të ulët e tjerë. Ke menduar që shkrimtari duhet të ketë kontakte të her pas hershme me lexuesin, me fëmijët, për të marrë shumë edhe për të dhënë një marrëdhënie. Si e ke menduar këtë? Unë bona promovimin dhe aty realisht kam pas edhe fëmijë të ftuar, edhe pse përqendrimi i tyre nuk është shumë i madh. Po, natyrisht, sepse zgjat pak edhe. Por mendoj që të organizoj disa aktivitete në shkolla të ndryshme, duke marrë ndoshta për piknisje shkollën e Serenës dhe kopshtin e Rejanit. Dhe pse jo të shpërndahem edhe në shkolla tjera. Për mua e rëndësishme është që libri me mrit të fëmijët. Për mua e rëndësishme është që secili fëmijë me shku me vizitu një monument. Për mua e rëndësishme është që ata të lindin dëshira për me njoftë qytetin e tyne. Dhe prandaj mendoj që këto takimet me kanë pak më të ngushta, pak më familjare. Me idenë që me i prezentu atyne jo thjesht një libër se duhet për me u tregtua apo mu reklamu një libër. Ja, po me idenë që ky libër dhe jo vetëm kë, edhe shumë të tjerë mas këtij ose edhe të tjerë që kanë shkruar më përpara. Me mrit e fëmija për me i dhënë një mesazh, për me i dhënë me kuptu që Shkodra është e bukur, edhe që munden shumë me eksploru në Shkodër, edhe që munden me shëtit, qoftë edhe në një rrogic me kaldrem apo të pa një lulebor që ka lëzun pranverë, do të ishte është shumë e bukur. Është një kujtim që ka me bart me vitet e tona. Kjo është një dashuri e madhe. Të lumt Sabrina. Mos thuaj se kam mendu diçka, apo më mirë thuaj që kam mendu diçka tjetër pas këtij libri. Ma thuaj mua. Gjatë promovimit të Senada nxorri edhe një bisedë që ne kishim bërë paraprake. Se një natë më përpara, ndërkohë që ne po diskutoshim se me finalizu atë që doshim me realizu të nesërmen, ndër të tjera i shkruaj, Senat, po ne duhet me u taku, se unë kam idenë e libri dytë. Kështu vinë shkallët. Dëshirën e kam. Jo vetëm u fokusu të fëmijët, pse jo edhe diçka që mund t'jetë pak më nga profesioni jem. Po. Por të shohim se sa do kena frymëzim. Natyrisht kjo është në hapa që lidhen me frymëzimin, me atë çfarë ti dëshiron, me atë çfarë ndjen në radhë të parë. Por që ky hap i parë është vërtet shumë i bukur. Dhe këtë ti e ke marrë në së pari nga fëmijët tuaj, që ka qenë teksti i parë i këtij libri, a më pas tek ai rrethi që siç e thash në fillim kur hapa programin, është shumë i nevojshëm për mbështetje, për rrugtim së bashku, për mbarsinë e njëri tjetrit, gjë që ta bën gjithmonë këtë udhtim të shkruarit me lapsin, stilolapsin, me fletën e bardhë, më frymëzues, me një marrëdhënie më të bukur, më të drejtë për drejtë, më të ngrohtë, dhe pastaj do të jenë në fakt e kjo pjesë duhet me thonë që jam me fat. Se jo thjesht kam rrethin familjar që më mbështesin, por kam edhe rrethin shoqëror që i kam krah për gjithçka. Është shumë e bukur kjo. Gjithmonë nga kjo marrëdhënie frymëzuese mund të ndërtosh gjëra vërtet interesante dhe të bukura. Dhe unë të uroj këtë rrugtim që ti ke nisur tashmë,
që ka qenë atë me ty, që kur isha në gjimnaz, që shkruaje vargje, që bëje ese, etj, por që e zbulove dhe këtë zbulim ta bën fëmijë dashuria më e madhe. Sabrina, të falenderoj shumë që erdhe sot, jo vetëm ti, por erdhen fëmijët, erdhi libri, erdhen personazhet, erdhen destinacionet interesante të qytetit, erdhi trashëgimnia jon, pse jo, presim të tjerë të vinë në krijimtarinë tënde. Unë të falenderoj për ftesën. Ishte një mëngjes krejt ndryshe, por shumë i omël për mua. Edhe për mua. Dhe të falenderoj shumë që në morinë e shumë gjanave që ka qyteti, ti zgjodhe që me dha një vend tek programi atë librit tem. Po fëmijët janë më të rëndësishmit e botës. Absolutisht, gjithmonë. Edhe kjo dashuri zëvend aty. Faleminderit shumë. Suksese dhe mbarësi. Faleminderit shumë për qafën fëmijët. Patjetër.